Mbi 100 projekte konkrete për t'i dhënë një fytyrë të re Tiranës janë prezantuar para financuesve të ndryshëm në konferencën e donatorëve që u mbajt në Tiranë. Në forumin që organizohet për herë të parë, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, kërkoi ndihmën e partnerëve privat në 2 investime që ai i cilësoi prioritare për kryeqytetin: modernizimi i transportit urban si dhe strehimi i komunitetit rom. Tema e strehimit romëve si bashkëhartues i planit veprimit për 10 vitet e ardhshme për komunitetin rom. Veliaj u ndal tek shërbimi urban për të cilin ka edhe një ëndër. Ëndra ime si kryetar bashkie nuk është një qytet ku çdo i varfër eventualisht do blej një makinë. Ëndra ime është ku çdo i pasur eventualisht do hipi në autobus. Por a do të prek plani zhvillimor i Tiranës asetet e kryeqytetit? Ajo që propozon ekipi ynë është si të krijohen kushtet për një zhvillim ekonomik të territoreve, njëkohësisht duke rritur dhe duke ruajtur asetet e të gjithë panoramës që ofron zona e Tiranës. Por kryeqyteti për ndërkombëtarët që jetojnë në Shqipëri mbetet një qytet që të privon nga shërbimet bazë si ujë apo edhe rrugët e pastërta. Janë qytetarët që kanë nevojë dhe meritojnë të kenë shërbimet më të mira të mundshme, ujin 24 orë në ditë, po ashtu trotuare të vërteta, kopshte, shkolla, shërbime po ashtu për të moshuarit dhe informacion të vërtetë. I pranishëm në konferencë, kryeministri Edi Rama i ka kërkuar partnerëve ndërkombëtar dhe Bashkimit Evropian të bëjnë realitet ëndrrën e shqiptarëve, atë të përshpejtimit të rrugës së integrimit evropian. Bashkimi Evropian në radhë parë ka detyrë që të na bëj të ndalojmë së ndruari, se ne ndrojmë shumë për Bashkimin Evropian. Edhe ndrojmë aq shumë për Bashkimin Evropian sa bëjmë bezdi për miqtë tanë evropian.